Sot edhe zyrtarisht u nënshkrua marrëveshja ndërmjet qeverisë dhe Bankës Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për financimin e autostradës Shkup-Blac. Pas nënshkrimit, autoritetet njoftuan se punimet për ndërtimin e këtij projekti të rëndësishëm strategjik do të fillojnë në muajin gusht të këtij viti. Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se me këtë marrëveshje po konkretizohet një premtim që sipas tij është përsëritur për vite me radhë nga qeveritë më parshme. Ai theksoi se autostrada ka mbetur për një kohë të gjatë simboli premtimeve të parealizuara. Kjo autostradë me vite ka qenë simboli premtimeve të parealizuara, thuajse të gjitha qeverit e kanë premtuar. Secila qeveri para zgjedhjeve premtonte se do ta ndërtojnë, ndërkaq partitë e caktuara politike kanë rrahur gjoks duke premtuar se janë pikërisht ata që kujdesin për këtë pjesë të shtetit. Në fund, të gjithë këto mbeten fjalë boshe, përveç blerjes së disa parcelave në këtë pjesë të kësaj autostrade nga disa persona me prapavi dyshuese dhe që lidhen me partitë e caktuara politike, gjithçka tjetër mbeti vetëm premtim. Për rëndësinë e projektit foli edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, Mihailis Rokas. Ai vlerësoi se investimi nuk ka të bëjë vetëm me ndërtimin e infrastrukturës, por edhe me afrimin e vendit drejt Bashkimit Evropian dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve. Nënshkrimi i sotëm është më tepër se financim në infrastrukturë, është investimi për të ardhmen, është projekt që afron vendin me Bashkimin Evropian, është projekt që përmirëson jetën e njerëzve dhe shoqërisë. Prandaj dua të falenderoj të gjithë ata që janë të kyçur në këtë projekt. Jemi krenar që kemi 41 milion euro në formë të granteve që përfshin 37 milion për ndërtim dhe mbikëqyrje dhe së bashku me huamarrjen nga Banka Evropiane për Zhvillim, ky investim që ka shifrën mbi 235 milion euro është një nga projektet më të rëndësishme për vendin. Autoritetet e cilësuan projektin si një investim me rëndësi të veçantë, duke theksuar se përfundimi i autostradës do të përmirësojë lidhjen rrugore me Kosovën, si dhe do të krijojë qasje më të shpejtë drejt Shqipërisë dhe portit të Durrësit. Për financimin e këtij projekti, 30.8 milion euro janë siguruar përmes granteve, ndërsa 167.6 milion euro përmes kredis nga Banka Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim. Me këto mjete do të ndërtohet pjesa e mbetur e autostradës prej 10.5 kilometrash, e cila do të përfshijë edhe 5 tunele në të dy drejtimet e qarkullimit dhe nën tura.